Mirë se erdhët të dashur Briciapët në Letra Trofej, jam Diana dhe belicimin e juaj të radhës. Të dashur Briciap, kjo është një nga ato shtrije që flet për një periudhë ku po mësoni të lini pas atë që ju ka lodhur emocionalisht dhe të përqëndroni tek ajo që ka vërtet vlerë. Duket sikur për një kohë të gjatë keni mbajtur mbi vete zhgënjime, pritje të paralizuara, ose situata që nuk kanë ecur siç kishit menduar. Për këto letra këtu të dashur, tregojnë se ardhmja nuk po ndërtohet mbi humbjet e të së kaluars, por mbi forcën dhe mençurinë që keni fituar prej tyre. Kjo nuk është një energji e një njeriu që po dorëzohet absolutisht. Përkundrazi, është një energji e dikujt që po kupton më në fund se ku duhet të investoj kohën, energjinë dhe zemrën e vet. Të dashur Briciapër, rendi parë është për punë, karrierë, para, ku di unë për çfarëdo që ka stabilitet ekonomik, për ata që janë në lidhje, për ata që janë beqar dhe për ata që duan një ribashkim. Po filloj me punën dhe karrierën, të dashur Briciapër. Mbretëresha e monedhës, kjo mbretëresha është energjia juaj natyrale. Ajo flet për stabilitet, menaxhim të mirë të parave, përgjegjësi dhe aftësi për të ndërtuar diçka që zgjat. Shumë për jush keni punuar Briciap gjatë pa marrë me njëherë shpërblimin që e meritonit. Keni qenë ata njerëz që i kryen detyrat pa shumë zhurmë dhe pa kërkuar duar trokitje. Por tani duket sikur po afrohet një periudhë kur njerëzit fillojnë të shohin vlerën tuaj. Mund të ketë më shumë përgjegjësi, më shumë besim nga të tjerë tek ju, ose një mundësi për të menaxhuar diçka më të madhe. Kjo letër në fakt ju kujton, mos e nënvlerëso veten vetëm sepse je mësuar të mbash gjithçka vetë. Tre të kupës në karrierë shfaqet energjia e bashkëpunimit. Duket sikur nuk do të ecni vetëm. Absolutisht. Një ekip, kolegë, miq apo persona që ju mbështesin mund të luajnë një rol të rëndësishëm në suksesin tuaj Briciapër të dashur. Për disa prej jush mund të vijë një arsye për të festuar, absolutisht përfundimi i një projekti, një marrëveshje, një punë e re, ose thjesht ndjesia se më në fund gjërat janë duke lëvizur. Kjo letër ju thot të mos izoloheni, nganjëherë krenaria e Briciapit thot, e bëj vetun. Briciapi. Por këtë herë, suksesi mund të vi pikërisht duke punuar, duke pranuar ndihmën ose duke bashkëpunuar. 5 të kupës. Në ekonomi shfaqet letra që tregon zhgënjime të mëparshme. Duket sikur disa prej jush ende mbajnë mend, ende e ndjejnë në zemër, një humbje financiare, një investim të gabuar, një premtim të pambajtur, ose para që nuk u kthyen kurrë. Por ajo që më pëlqen këtu është se 5 të kupës nuk është fundi. Në letër njeriu sheh vetëm gotat e rrëzuara, që janë këtu poshtë, dhe harron ato që ende çtrojnë në këmbë. Kjo është pikërisht ajo që po ju thon letrat. Mos e matni të ardhmen me gabimet e të së kaluarës, të dashur Briciapër. Po, diçka nuk ka funksionuar. Ju e dini dhe letra të po ju tregon. Por jo gjithçka është humbur. Madje për disa Briciapër mund të hapet një mundësi e re financiare, pikërisht sepse kanë mësuar nga një gabim i vjetër. Për gjithë ata që janë bashkë, që janë në lidhje, kjo letër tregon, kjo tash për dashurinë, kjo letër tregon mendime të tepërta. Shikoni ku jeni tu, nuk shoh domosdoshmërisht problem të madhe, shoh më shumë ankth. Shoh net ku mendoni më shumë se ç'duhet, shoh skenar që krijohen në kokën e juaj, në mendjen e juaj, pa pasur prova reale.
Disa mund të shqetësohen për të ardhmen e lidhjes, besnikrin, komunikimin, ose një problem që ende nuk është zgjidhur. Por nën të shpatës shpesh tregon që mendja po krijon përmbindësha më të mëdhenj se sa realiteti. Kjo letër ju këshillon, flisni. Mos prisni që partneri të lexojë mendimet e juaja si operator të ujvit emocional, të them kështu. Sa më shumë eshtje, aq më shumë hapësirë të krijohen për keq kuptime. Duhet folur dhe mos e mbani mendjen apo këto net pa gjumë të shqetësuar nëse diçka ju shqetëson. Kjo letër më thotë që është më shumë në kokën e juaj se sa çka të bëjmë me realitetin, po sido që të jetë, është mirë të flitet dhe të shprehen shqetësimet e juaja. Për beqarët kjo është një letër shumë interesante, nuk duket sikur po hyni me nxitim në një lidhje. Dhe sinqerisht kjo mund të jetë gjë e mirë. Hermit, që tregon dietarin, të diturin, të urtin, flet për një periudhë ku po kuptoni më mirë veten, po analizoni çfarë doni dhe çfarë nuk pranoni më, dhe kjo është gjëja më e bukur kur të njohim veten tonë, të dashur brisjapër. Shumë prej jush nuk janë më në fazën mjafton të kem dikë. Mos t'jem vetëm. Tani jeni në fazën më mirë vetëm se sa me personin e gabuar. Absolutisht, dhe kjo është e shkëlqyer. Dhe kjo është në fakt pjekuri pra. Po, mund të ketë një periudhë vetmie, tani për tani, por duket sikur si vetmi që ndërton urtësi, jo vetmi që shkatron zemrën. Absolutisht. Dhe gjithë ata që duan një ribashkim, një kthim, faqe e shpatës. Për ata që mendojnë për ribashkim, kjo letër tregon komunikim, vëzhgim dhe kuriozitet. Mund të ketë mesazhe, kontroll të profileve në rrjete sociale, interes nga larg ose dikë që ende ndjek në heshtje. Por faqe e shpatës nuk është energjia e veprimit të madh, është energjia e vëzhgimit, po vëzhgoni dikë apo po ju vëzhgon dikush. Prandaj nëse prisni që nesër të vi me lule, violin dhe propozim martese, letrat nuk po e tregojnë këtë fatkeqësisht. Ajo që tregojnë është se ende ekziston interes ose kurreshtje. Po për ta kthyer këtë ribashkim të vërtetë në të vërtetë, do të nevojitet më shumë se sa vetëm shikime nga larg. Do të nevojitet komunikim i sinqert dhe gatishmëri për të folur për problemet që ju ndan, nëse dëshironi të arrini më shumë se kaq. Të dashur bicjapër, mesazhi përfundimtar për ju apo kjo shtrirje më duket sikur historia e dikujt që po del gradualisht nga një periudhë zhgënjimesh dhe po hyn në një fazë, ta them, një fazë më të pjekur. Mbretresha e monedhës ju kujton sa të fort jeni. 3 të kupës tregon se nuk keni nevojë të bëni gjithçka vetëm. 5 të kupës kërkojnë të mos jetoni më tek ajo apo mos të përjetoni akoma atë që keni humbur. Në dashuri, pra, 9 të shpatës ju fton të mos krijoni betejë në mendje para se të ndodhin në realitet. Hermit të ndihmon të kuptoni vlerën tuaj dhe çfarë do të toleroni dhe çfarë jo. Dhe faqe e shpatës tregon se të në pika të shkurtra, disa ende nuk janë mbyllur plotësisht, edhe pse lidhje mbaruar duke pritur për të kthyer, por që jo për të marrë hapin e të them bashkimit, por që vëzhgimit nga larg. Jo çdo humbje është fund. Disa humbje janë thjesht mënyra e jetesës për të drejtuar aty ku meritoni të jeni. Mos shikoni vetëm atë që iku, atë që sarritët. Shikoni edhe atë që ende mund të ndërtohet dhe besoni që ka më shumë se sa mendojnë apo se sa mendoni, të dashur brisjapër.